Në Spitalin Regional të Shkodrës, 113 raste të reja janë zbuluar me kancer gjatë vitit 2025. Në ditën botërore kundër kancerit, mjekët ngrenë shqetësimin për rritjen e numrit të prekurve, si dhe për uljen e moshës së pacientëve. Në vitin 2025 kemi pasur rreth 113 raste të reja në total me lloje të ndryshme kancerit. Për fat të keq, mosha të reja po preken gjithnjë më shpesh nga kanceri. Në Shqipëri më i përhapur është kanceri mushkërive. Diagnozat më të shpeshta që trajtojmë ne është kanceri i gjirit, i ndjekur nga kanceri kolorektal, kanceri i stomakut dhe pastaj prostata. Kryerja e check-upeve, kontrollet rutinë dhe depistimet janë mënyrat kryesore parandaluese si dhe forma më efektive për kapjen e kësaj sëmundje në fazë të hershme. Ajo që ne këshillojmë si onkolog është që të gjithë personat duhet të bëjnë check-up apo kontrolle rutinë. Gjithashtu duhet të nështrohen testeve depistuese. Ari Mezini, 4 vite më parë u diagnostikua me kancer të zorës, teksa po vion terapit në Spitalin Regional të Shkodrës, ai bën thirrje për më shumë kontrolle dhe besim ndaj bluzave të bardha. Unë jam operuar para 4 viteve, për mua jam jashtëzakonisht i kënaqur, i shërbim krejt në kulturume, të kenë besim te doktorata. Të vinë, mos të lanë gjama s'do se unë paka shumë kam lanë i fije me oneste. Ju lutem të vinë sa më parë. Në këtë 4 shkurt, onkologët apelojnë për më shumë politika mbështetëse ndaj të sëmurëve, si dhe për rritje të kërkimeve shkencore.